ne kemi arritur që ujin e pishëm ta lishojmë. Mbi 85% të fshatrave të tonë janë të mbuluara me kanalizime fekale. Të gjitha rrugët regionale në nivel komunal janë të përfunduara. Arritëm që ta ndërtojmë edhe qerdhën e ditë në nivel komunal. Për arsye se Komuna e Likovës institucion, çdo herë i ka pasur dirtë e hapura për çdo banor të komunës tonë. Si institucion jemi munduar maksimalisht që të jemi afër qytetarëve, të ndëgjojmë hallet, brengat, sugjerimet, udhëzimet e banorëve të komunës tonë. Për atë arsye, mendoj se bashkëpunim me të gjithë shoqatat e ndryshme jo qeveritare, me bashkësitë lokale, me këshilltarët komunal, me administratën komunale dhe me të gjitha autoritetet në nivel komunal, jemi munduar që bashkarisht të vendosmi listën prioritare për realizimin e projekteve kapitale në komunën tonë, me të shka kemi realizuar shumë projekte në interes të qytetarëve tanë. Edhe atën dua të theksoj se projekti ujësjellësit i cili ka qenë prioritet mbi prioritetet dhe nga ajo padrejësi shokullore, ne kemi arritur që ujin e pishëm ta lishojmë në disa vendbanime, ku në disa tjerë vendbanime punën ndërtimore vetëm janë kryer dhe jemi në proces të lidhjes së shtëpive. Andaj dua të theksoj se për fshatin Llojan, për fshatin Vaksnic, për fshatin Slupçan, për fshatin Orizare, fshatin Likov, fshatin Mateq, fshatin Vishtic, fshatin Ikushtak, të gjitha punimet ndërtimore janë kryer, jemi në fazën e lidhjes së kontratave me qytetarët, ku apelojnë ndër të gjithë banorët e komunës tonë, që të dorëzojnë kërkesa deri te ndërmarrja komunale Penda, të lidhin kontrata dhe pastaj ekipet e punës, kuadër ndërmarrjes do shkojnë dhe do i kryejnë kyçet e tyre. Në fshatin Hotel, para 3 ditëve, filluam me projektin kapital të ujësjellësit edhe në këtë fshat, me çka rrumbullaksojmë një projekt, një padrejësi shekullore për qytetarët tanë. Dua të theksoj se sa i përket sferës së kanalizimeve fekale, mbi 85% të fshatrave të tonë janë të mbuluara me kanalizime fekale. Rrugët regionale, të gjitha rrugët regionale në nivel komunal janë të përfunduara. Rrugët lokale, mbi 90% e rrugëve lokale janë të përfunduara. Rrugicat me pllaka të betonit, mbi 85% të rrugicave i kemi përfunduar. Ku faleminderoj të gjithë banorët e komunës tonë për mbështetjen absolute të realizimit të këtij projekti bashkë ndërtojmë. Kemi realizuar edhe shumë punë të tjera, si për shembull shtëpinë e kulturës në Mateq, që ka qenë një ëndër e kahmosshme që me një komunë rurale të kesh shtëpi të kulturës, ku aktivitetet kulturore artistike të krijen në mënyrën më të mirë të mundshme. Arritëm që ta ndërtojmë edhe qerdhën e ditë në nivel komunal, me kushte standarde evropiane dhe ku e emërtuam me emrën e martirës dëshmorës më të re të kombit, Valbona Zymberi. Kështu që edhe në sferën e sportit kemi kontribuar shumë, duke stimuluar, duke mbështetur të gjitha klubet e futbollit, klubet e karates, klubin e shahut dhe të gjithë ata sportdashët të cilët kanë marrë pjesë në përgara të ndryshme, si në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si në nivel të Ballkanit, po ashtu edhe nivel evropian. Andaj, qytetarët tanë, banorët e komunës së Likovës, besoj që vlerësojnë mënyrën më të mirë të mundshme. Për mua personalisht çdo banor i komunës tonë është i shenjtë dhe bashkarisht besoj në fitore mbindëse, sikur në vitin 2021, sikur në vitin 2017 dhe bashkarisht të vazhdojmë në punë të mira, në punë të hajrit për banorët e komunës tonë.